Në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York, kësaj radhe, për herë të parë, pas shumë kohësh, nuk u fol për Kosovën. Por kjo jo domosdoshmërisht është një lajm i mirë. Në fakt u fol, por foli vetëm presidenti Vučić. Njeriu që strehon në Beograd terroristët e Banjskës, foli para asamblesë dhe deklaroi se Serbia nuk do heq kurrë dorë nga Kosova dhe se Kosova do jetë përjetësisht pjesë e Serbisë. Sigurisht Vučić i foli më shumë serbëve në shtëpi në një përpjekje për të kompensuar erozionin e tij politik në Beograd. Por ajo që të bën më shumë përshtypje është mungesa e reagimit ndërkombëtar ndaj kësaj deklarate, në radhë parë nga Shtetet e Bashkuara, por dhe nga Bashkimi Evropian. Por brenda këtij lajmi të keq fshihet një lajm edhe më i keq. Mungesa e reagimit nuk kishte miratim ndaj broçkullave të Vučić, sesa pasojë e sjelljeve të Albin Kurtit. Perëndimi i ka prerë urat e komunikimit me kryeministin kosovar, ndërsa Washingtoni spaku e ka thënë edhe më troç, se do donin një tjetër partner në Prishtinë. Por për ndërkombëtarë dhe për më shumë për europianët që u investuan shumë te Albin Kurti si një kontrapedal ndaj planeve të Washingtonit për një marrëveshje sui generis paqe mes Prishtinës dhe Beogradit, ka një lajm të keq brenda këtij lajmi të keq. Albin Kurti, që ata arritën vetë, tani është i gatshëm përballet edhe me ta, pasi Albin Kurti e mbështesin mbi 40% e votuesve në Kosovë dhe mbi 60% e kosovarëve që jetojnë jashtë, të cilët shohin tek ai një politikan agresiv, hakmarrës, që shfaqet si mbrojtës i dinjitetit të nënpërkombur kombëtar të adheut të tyre për shekuj me radhë. Sigurisht nuk është tamam kështu. Albin Kurti është thjesht një kafshë politike që përdor mbështetjen elektorale për të realizuar projektin e tij të madh që për fat keq nuk është bashkimi i Shqipërisë me Kosovën apo me trevat etnike tona në Maqedoninë e Veriut. Përkundrazi, është përdorimi i të gjithë tyre bashkë për të sjellë atë në fronin e madh që dikur e ka mbajtur vetëm Skënderbeu. Albin Kurti kërkon të jetë lideri suprem i shqiptarëve, për fat keq me çfarëdo lloj Kosove dhe me Kosovën e parë, të cilën po e paguan Kosova vetë. Kosova sot është një kaos politik dhe institucional, pa qeveri dhe pa kuvend gati një vit pas zgjedhjeve. Të qëllimshëm krijuar prej Kurtit, thonë amerikanët. Kosova sot po vën dyshim institucionet e saj, pasi kryeministri dhe presidentja sulmuan hapur gjykatën kushtetuese të vendit. Kosova sot po hyn në zgjedhje lokale, ku Prishtina do të detyrohet të bëjë hapa pas dhe të pranojë rikthimin e imponuar të serbëve në komunat Beri, pas një krize gati 3 vjeçare që jo vetëm nuk solli shtim sovranitetit të qeverisë qendrore atje, por u bë shtratë dhe për krijimin e incidenteve, përplasjeve dhe duke i vënë Prishtinës zyrtare të vetme njollë që ajo nuk duhet ta kishte kurrë, ato të persekutimit të pakisave etnike, thonë amerikanët. Imagjinoni se çfarë kanë thënë amerikanët Kurtit. I kanë thënë një akuzë mbi cilën, në krahun e kundërt, ata nisën sulmet për çlirimin e Kosovës 27 vjet më parë. Dhe një lajm tjetër i keq. Në Prishtinë, ashtu si në Tiranë, opozita e kompleksuar nga mbajtja në Hagë e krerëve të saj duket më e tulatur se kurrë. Veteranët e luftës UÇK-s, por jo vetëm ata, duket se kanë rikthyer sërish syt nga Tirana. Por çfarë mund bëj kryeministri i Shqipërisë kur vllai i tij i Kosovës nuk i hap as telefonin? Për këtë do flasim sonte. Sigla.